Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit halv. Halv shtëpie, recetë që vërtet ja vlen të provohet, aq e shijshme sa që asgjë nuk do të ngelet në pjatë. Fillojmë dhe përgatisim recetën. Së pari, do të përgatisim shërbetin. Në tenxhere, këtu unë do të hedh një gotë me sheqer. Një gotë që i ka 200 ml. Pastaj këtu do të hedhi 400 ml ujë, ose 2 gota që janë nga 200 ml. Do ta përziejmë pak me lugë shërbetin që të tretet sheqeri. Në tigan do të hedhi 200 gram gjalp. Këtu siç po e shikoni, nga 250 gram kam larguar 50 gram gjalp dhe 200 gram janë të mjaftueshme për këtë recetë. Pasi që gjalpi ka filluar të shkrihet, tani do të hedhim edhe miellin. Gjithsej do të hedh një gotë e gjysmë miell ose 200 gram miell. Vazhdojmë tani edhe e përziejmë që të bashkohet mielli me gjalpin. Këtë recetë mundeni me përgatit edhe me margarinë nëse nuk keni gjalp, por kur e përgatisni me gjalp bëhet më e shijshme. Duke e përzier vazhdimisht dhe në një temperaturë mesatare, ne vazhdojmë edhe do ta kavërdisim mirë hallvën, pra siç po e shikoni, duke e përzier vazhdimisht. Do t'ju duhet pak kohë deri në përgatitjen e kësaj recete, por që ja vlen të provohet, sepse jo shpesh herë ne përgatisim hallv. Vazhdojmë dhe kavërdisim kështu ngadal derisa të merr ngjyrë shumë të mirë. Varet nga dëshira juaj se çfarë ngjyre doni t'i jepni hallvës. Kësaj radhe unë do t'i jep një ngjyrë pak më të errët, ashtu siç i kanë përgatitur nënat tona, dhe vazhdojmë edhe shikojmë se çfarë ngjyre do të merr hallva. Tani ka filluar dhe ngjyra ka ndryshuar e hallvës, është në kafe, por unë do ta kavërdis edhe më shumë që të merr një ngjyrë më të errët. Në ndërkohë, tenxherën që po e shikoni anash e kam vendosur shërbetin. Shërbetin nuk e vloj, por vetëm do ta ngrohi pak, derisa sheqeri të shkrihet. Shërbetin nuk e vlojmë, por vetëm e lajmë të ngrohtë apo të vakët. Vazhdojmë duke e përzier derisa të arrijmë ngjyrën që ne mendojmë se është e mirë. Siç po e vëreni, hallva ka marrë një ngjyrë të errët. Kjo është ngjyra e duhur për të përgatitur këtë hallv. Menjëherë, tani ja hedhim shërbetin. Mirë po gjithmonë duhet patur kujdes. Gjatë hedhjes së shërbetit, duhet që hallvën shpejt ta përzieni që të përzihet mirë dhe mos na bëhet me topa, sepse në këtë mënyrë hallva do ju dale perfekte. Duke e përzier mundeni ta largoni nga ploqa e çporetit që të përzihet mirë dhe pastaj përsëri ta vendosni në ploqën e çporetit. Kështu hallva vërtet do të bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Unë po e kavërdis veç edhe pak derisa, pra shikone, të ndahet nga luga për 1 minutë, besoj që është e mjaftueshme, edhe hallva tani është gati. Menjëherë ne do ta largojmë nga zjarri. Hallva është gati dhe po e servojmë në një pjatë. Siç po e vëreni, ka marrë ngjyrë shumë të bukur. Është ngjyrë sigurisht ashtu siç e kanë përgatitur nënat tona. Dhe tani japim formë me lugë, por mund t'i jepni forma të tjera nëse doni. Unë po e bëj me lugë dhe vërtet bëhet formë shumë e mirë. Tani vazhdojmë dhe e servojmë. Me këtë recetë do të ketë hallv për gjithë familjen. Kjo ishte receta që unë e kisha përgatitur për të gjithë ju.
Nëse kjo recetë ka pëlqyer, mos harro të shpërndani me miqtë tuaj. Mos harro të bëni një like dhe gjithashtu të lëni një koment. Mirëmbëjtje.